Më shumë se 5 vjet nuk besoj se do jetoj. Fjalët e tij ranë si një heshtje e rëndë në ajër. Nuk kishte dram në tonin e tij, as keqardhje të tepruar, vetëm një pranim i thjeshtë i realitetit. Ai vazhdoi më tej, sikur donte të sqaronte diçka që për të ishte shumë e rëndësishme. Parat nuk kanë vlerë për mua tani. Unë nuk mund t'i marr me vete. Por djali im ai ka nevojë për një fillim të sigurt. Dua që ai të mos shqetësohet për gjërat që më kanë shqetësuar mua gjithë jetën. Dua të ketë mundësi të zgjedhë, jo të detyrohet. Në sytë e tij nuk kishte frikë, por një lloj qartësie që shpesh vjen vetëm kur njeriu përballet me fundin. Ai nuk fliste për veten si një viktim, por si dikush që po përpiqej të rregullonte gjërat para se të largohej. Pas intervistës, shumë njerëz diskutuan deklaratën e tij. Disa e panë si një akt dashurie të pastër prindërore. Të tjerë si një reflektim të hidhur mbi jetën dhe vlerat materiale. Por për Rogertin ishte thjesht një vendim i natyrshëm. Sepse në fund të fundit, kur koha fillon të ikë nga duart, prioritetet bëhen të qarta. Nuk janë më pasuritë, fama apo arritjet ato që kanë rëndësi, por njerëzit që lë pas dhe mënyra si mund t'ua lehtësosh rrugën. Dhe Rogerti e kishte bërë zgjedhjen e tij.